Filigrani është një zanat i lashtë në Prizren, i njohur për punimet e vëllësishme me argjend dhe ar. Ky art ka rënë të thella në traditën zejtare të qytetit dhe është trashëguar brez pas brezi nga mjeshtrit vendas. Një nga mjeshtrit më të vjetër të Filigranit është Bashkim Tejeci, i cili prej 45 vitesh nuk është shkëputur asnjë ditë nga tavolina e punës. Tu bazuar në ato që Prizreni si qytet historik me tradita të lashta turistike, historike, domethënë zeja Filigranit është burimi, ama e Filigranit për regionin tonë këtu, edhe atëherë kemi pas shkollën e mesme teknike, po edhe kanë qenë në lagjet e caktuara të cilët në mënyrë si ekonomi familjare kanë punu i madh dhe i vogël. Kemi qenë 145 punëtorë në ato kurrë më të mira. Edhe deri para luftës, mas luftës domethënë e dim çfarë periudhë, mandej erdhi periudha tjetër mas lirimit na u riaktivizuam prapë. Sot, ky zanat përballet me sfida dhe interes më të ulët nga klientët. Edhe sot nëse shkohet në Bregdetin kroat, edhe Bregdetin malazes, edhe nëse ishe lokalet me zejen e argjentarisë Filigranit, atëherë shet që ose janë prej Prizrenit ose rrethinës Prizrenit. Domethënë ato vitet e para luftës i ki pas në rrugë të qeluna çdo kun me shku. Shpesh e kom cek edhe prapë ceki edhe një jetë kisha unë prapë këtë zeje e kisha marrën. Institucione dhe organizata të ndryshme janë angazhuar për ta mbrojtur këtë traditë dhe për të nxitur brezat e rinj që të merren me këtë art.